para disa ditësh ose javësh, para disa javësh, rafërsisht, pa ta bërë një video në të cilën unë flisja për shumëllojshmërinë e ushqimeve që ne I japim trupit tonë, që marrim fjalë gjatë javës rafërsisht. Në të cilën në atë video në të cilën unë gjithashtu në fjalë duke ecur, në fjalë mblodha disa lloje të ndryshme barash, të cilat janë të ngrënshme në sasi të ndryshme, por atje beshe fjalë kryesorja ishte për shumëllojshmërinë dhe rëndësinë e shumëllojshmërisë së ushqimeve që ne ham gjatë javës të paktën, të jetë mbi 20. Edhe kjo që shikojmë këtu është trëndafili egër, që bën ato kokrot e kuqe, ja ku I ka betur një që nga 10 mbase këtu, a? Okej, dhe kjo për shembull, kjo ka një dozë shumë të lartë të vitaminës C. Por jo vetëm kjo. Edhe shumica e barave dhe më fjalë edhe gjetheve të ndryshme që janë në natyrë, që rritën të gjitha kanë vitaminë C. Edhe kjo me shumëllojshmërinë dua të kthehem edhe një herë pak për ta rikujtuar, se mbas edhe për ta rishprehur, për ata që se kanë parë videon, të cilën mund të kthehen të shkojnë të ta shikojnë e gjejnë. Shumëllojshmëria e ushqimeve që marrim në trupin, që japim trupit tonë, është shumë e rëndësishme për popularitetin e bakterieve të mira që janë në barkun, në stomakun tonë, apo atje ku ato gjenden. Dhe sa më shumë me fjalë ushqime të ndryshme dhe e mira është sa më bio, po të egra, le të themi, të rritura me të vërtet në natyrë, aq më të forta dhe aq më të suksesshme janë këto popularitete bakteriesh të mira në trupin ton për kryen e misionit të tyre, për të prodhuar nga të gjitha substancat që u nevojitën në qelizave të trupit ton, në çdo organ, në çdo pjesë të trupit. Sa më lartë në fjalë popullsia, popullsia me fjalë bakterieve të mira që të jetë në trup në një numër sa më të madh, ka nevojë për numër më të madh dhe shumëllojshmëri të ushqimeve dhe në kualitetin sa më të mirë, me fjalë sa më të egërt aq më të mirë, pa pesticide e gjëra të tilla. Prandaj atë çka unë rekomandoj është natyra, të mësoni disa gjëra, është mirë, mbas edhe këtu bashkë mund të mësojmë për videot që do mundohem të lançoj. Okej, atëherë, le të kthehemi. Bëhet fjalë sot për vitaminën C, që ndodhet pothuajse gjithandej. Dhe është shumë e rëndësishme, sepse të shqyquat të infeksione I lufton. Kush ka vitaminë C të lartë në trup, në fjalë është shumë e shëndetshëm, si nga ana e trupit fizik, ati mental edhe ati energjetik. Në fjalë është I balancuar, është top fare. Nuk ka ku vetë më mirë. Është I lumtur dhe gjithashtu me radhë. Mirë po, ushqimet që ne japim trupit, ne I gatuajmë shumicën e tyre. Dhe ne kur I gatuajmë ato me fjalë zihen, arrihet me fjalë zierja është në temperaturën e 100 gradë. Dhe një gjë shumë e rëndësishme është, sikurse edhe në çajrat që neve pim, nëse janë çajra të mbledhura vetë ose shumë herë të mbledhura në mal njëra tjetër, dhe ajo në fjalë hyn në pjesën e shumëllojshmërisë që ne japim trupit në, dhe është gjë e mirë. Mirë po, neve kur ujin e zihem, humbasin shumë vlera këto bimët, në fjalë kur I zihem, që I zihem në temperaturën 100 gradë, pak se aq është temperatura 100 gradë që kur zihet uji, atëherë shumica e vitaminave humbasin. Shkatarohen, nuk ekzistojnë më. Dhe automatikisht do të thotë që ne kemi marrë më pak nga këto bim neve na ofrojnë për trupin dhe shëndetin tonë. Edhe askush nuk e thot, ose mbase nuk e din, që vitamina C, që është shumë e rëndësishme kundër infeksioneve, çdo lloj infeksioni, sikurse edhe vitamina D, e ati zotërisë ati lartë, luan një rol shumë kyç për trupin ton, fizik të paktën, dhe është ndërlidhur pastaj me të tjerat. Ajo çka nuk thon, po e them unë tashti, në qoftë se
Aty ku ndodhet vitamina C, arrihet në një temperaturë afër 60-s, ajo shkatërrohet. Dhe sipas gjasa dhe sipas mundësive nuk mbetet pothuajse as fare. Dhe kjo direkt ndikon në atë që në mungesë të vitaminës C. Dhe kjo automatikisht çon në atë që trupi nuk është më i balancuar, por i çbalancuar. Dhe neve duam një trup të balancuar. Me mendje të shëndosh, kur i thonë, edhe besoj për kaq mjafton. Kaq kisha në këtë video. Shijojeni ditën, është e bukur, çdo ditë është një ditë e re, dhe është aty për të shijuar dhe jo për të mbijetuar, dhe jo për të ankuar. Të paktën për mua është kështu dhe funksionon. Faleminderit që ish këtu. Kalofshi sa mirë.